U rikthyer në pjesën e dytë të emisionit të Ritmi i ditës, kësaj radhe gjithmonë i kemi të ftuarit tanë special, ku do të flasim për Berin Muhamedin, një nxënës i cili është shpallur në më i miri gjeneratës në gjimnazin Zeflush Marku. Edhe pse tani ky ka kryer shkollën e mesme, është në studime dhe ne pikërisht kemi këtu në studio Berin Muhamedin. Përshëndetje Berin, mirë se erdhe në emisionin Ritmi i ditës. Përshëndetje Rejhana, ju faleminderit shumë për ftesën. Ne gjithmonë jemi mësuar ty të marrim vetëm për problemet gjatë kohës kur ke qenë nxënës në Zeflush Marku, ke qenë një kohësisht edhe kryetari i Unionit të Nxënësve, por tani të marrim për suksesin tënd ku do të flasim gjë regate në minuta që i kemi në dispozicion. Berin, së pari urime për titullin që ke marrë më i mirë nxënës i gjeneratës së Zeflush Marku 2021-2025. Dhe si ndihesh kur dëgjon këtë titull? Faleminderit shumë Rejhana, më së pari për urimin. Titulli si nxënës i gjeneratës 2021-2025 është diçka për cilën jam mundu gjatë viteve në shkollë të mesme me arrit. Unë mbajtëm votimet prej anës profesorëve, nuk ishte informuar në momentin e fundit edhe kur e mora vesh që do e posedoj këtë titull prej anës shkollës, si isha normal për i lumtur, me pas ato se prej anës shkollës, ku mëri me përfaqësu në nivelin që duhet, ku më bo sukses edhe muj me qenë edhe unë krenar me arritit e mija gjatë shkollës mesme, që edhe në fund mu dekoru me titullin si nxënës i gjeneratës. Mund të na thuash se çfarë do të thotë ky vlerësim për ty personalisht? Vlerësimi për mu personalisht nisem prej asaj se secili nxënës ka një farë motivimi edhe një farë gjëje që e tërheq ato të arrin diçka në jetë. Edhe tash me çdo barierë dhe çdo moment të jetës, arritit janë ndryshme edhe diçka prej arritjeve të shkollës mesme. Unë nizo prej atyve që janë zgjedhësh si nxënës gjenerate, të bësh diçka për rinin edhe bashkëmoshatarët të tu, edhe të njëjtën kohë të korrësh sukses në degat e tua në cilat do mu zhvillu. Edhe deri tash, bare muj me thanë që jam krenar me vetën, me ato se shkam brina deri tash. Është tash periudha e studimeve, kështu që presim arritje po të njëjta si në shkollë të mesme edhe për studime. Do flasim edhe për studimet e juaja, mund të na përshkruani në pak fjalë periudhën gjatë shkollës së mesme. Si ka qenë sfidat, rrugtimi e gjithë kjo? Shkollën e mesme, me fillimin e shkollës mesme vitin e parë, isha në shkollën e mesme Zeflush Marku, kështu që është një prej shkollave më të mëdha në nivel të Republikës, është shkolla e dytë me numër të nxënësve, kështu që kur jam prezent më shumë se 2000 nxënës e shefat dallimin mbi shtresat e nxënësve, e shef dallimin se ato sa ki konkurrencë me nxënësat e tjera dhe nuk është as njëjtë si në shkollë fillore që përgjithësi vijnë prej shkollave fillore më të vogla, me numër më të vogël të nxënësave. Unë vitin e dytë u kyqa në Unionin e nxënësve të shkollave të mesme. Para kyqjes organizova punëtori për bullizmin në shkollat e mesme, ku i kyqa 3 prej shkollave shtetërore më prestigjioze kisha thënë nivel të Shkupit. Këtu duke cekur Zeflush Markun, Orce Nikolov edhe Korçagin. Për këto treja isha koordinator sa i përket bullizmit të shkollat e mesme, mu konsultu me nxënësit e vitit parë dhe vitit dytë ku shumë është më prezent dhe më i theksuar bullizmi. Prej aty, u kyqa edhe në Unionin e nxënësve të shkollave të mesme, isha edhe si pjesë e bordit, ku me mbarimin të fillu dhe me thamë vitin e tretë, u emërova edhe si kryetari Unionit. Për 2 vite kisha atë pozit, duke u marrë me problemet e nxënësve të shkollave të mesme në nivel republikan, por edhe në korrekt do 2023 u bën pjesë edhe e një umbrella më të madhe të organizatave, OBESUS, në anglisht Organizing Bureau of European School Student Unions, duke pas 38 unione nxënësve të shkollave të mesme gjatë gjithë Evropës, 38 duke qenë edhe Unioni i nxënësve të shkollave të mesme të Republikës Maqedonisë Veriut. Edhe kështu tu u marrë me problemet nivel të Maqedonisë, po të njëjtën kohë dhe tu dalë tek problemet nivel evropian. Ajo ishte gjithçka një mësim edhe eksperiencë për një tri që rrallë hiç ndodh të merret ajo përparësi për secilin prej neve, kështu që diçka prej cilës kum kalu kisha dashur edhe secili prej gjimnazistave tash që janë ta ketë mundësinë dhe ta kalon. Shkak se është një eksperiencë e bukur, është pak e lodhshme ajo balancimi mes mësimeve edhe jetës të aktivizmit edhe aktiviteteve jashtëshkollore, por në përgjithësi, sidomos kur vjen koha për regjistrimin fakultet, në goxha ja vlen dhe goxha më shumë të vlerësosh. I dim që Berin ju keni qenë mjaft
aktiv. Gjatë periudhës kur keni qenë në shkollën e mesme, keni punuar me projekte të ndryshme, si që thek edhe ti vetë, me projekte për bullizmin që është një fenomen goxha aktiv, mund të themi, në shkollat e mesme. Mund të ratoni se cili ka qenë momenti më i vështirë, të themi, apo dhe më i mirë gjatë shkollës së mesme. E dim që shumica prej nesh nuk e harrojmë shkollën e mesme, është gjatë periudhës mund të themi që e mbajmë më së miri në mend këtë periudhë gjatë shkollës së mesme. Një për periudhave më të bukura të shkollës mesme është bash ato 2 vite duke qenë kryetar, njoftoj sa më shumë në zonës shkollave të mesme prej gjithë Republikës. Ajo ka qenë një plus i madh, njohesh sa më shumë njerëz. Në njëjtën kohë një prej arritjeve për cilat jam goxha krenar si për Unionin, edhe kështu për bordin bashkërisht që kemi punu, është bashkëpunimin që e bënëm me parlamentet studentore edhe me forumin për ndryshimin arsim, duke u kyç 3 organizata që i përfaqësojnë trit, njëra që i përfaqëson nxënësat e shkollave të mesme, tjetra studentat dhe forumi për ndryshimin arsim duke u marrë me analizat se si është kualiteti i arsimit në të dy nivelet. Duke u bashku kështu rinia me një vend, ajo ka qenë një prej pluseve më të mëdha dhe përparësive më të mëdha që i kemi marrë edhe ne si Union, po besoj edhe për ata si organizata. Rinia të jetë bashkë dhe të luftojnë për drejtat të cilat na takojnë. Në moment që çdo herë kështu do e kem të nënvizum është përgatitja e ligjit për organizimin e nxënësave të shkollave të mesme. Isha edhe pse pa fakultet të drejtësisë ose juridikut, arrita të shkryj ligj për organizimin e nxënësave të shkollave të mesme dhe atë ligj e dorëzuam Ministrinë e Arsimit, ku ai ligj është tash duke u përpunu prej anës Ministrisë së Arsimit edhe pritet më edhe të hyjë në funksion. Diçka që i ka mungu goxha sistemit Maqedonisë, po me këtë ndryshim me futjen e këtij ligji më oficialisht do munden të organizohen gjitha shkollat duke i pas unionet e shkollave, të cilat do të jenë pjesë e rrjetit të unionit të nxënësve, edhe unioni i nxënësve duke qenë pjesë e OBES-ut. Kështu që një ndryshim pak më kështu struktural që kisha thënë, është ky për cilin ndihem krenar edhe me shoqët me cilët e kemi përpunu edhe kemi mri të korrim sukses. Edhe pse tani je në studime, ende vazhdon të miresh me aktivitetet, me gjëra të tilla që kanë të bëjnë me shkollimin pikërisht me nxënësit e shkollat së mesme. Sa keni pasur përkrahjen, të themi, edhe nga ana e profesorëve, mësimdhënësve, pikërisht edhe në ligjin që keni bërë, që është dorëzuar tani më në Ministrinë e Arsimit? Gjithë një numër i madh i profesorëve kanë pas parasysh se ligji për arsim të mesëm nuk është ndryshuar prej 96-s. Edhe ka pas nevojë ndryshimi i gjeneratave që ndodh, kanë pas nevojë për një farë ndryshimi pak më struktural edhe më të pashëm. Edhe ai ndryshim ishte një prej atyre ndryshimeve, ishte edhe ky ndryshim sa na përket neve si nxënës të jemi më aktiv jashtë shkollës. Janë pluse shumë të mëdha për një nxënës të jetë më aktiv, të dije se çka është të ndodh në shtet edhe si mundet më marr, se po të njëjtën me aktivitetet jashtë shkollore është në gjendje nxënësit ta shef edhe fuqinë që e ka ai jashtë shkollës edhe cilat janë drejtat, privilegjet të cilat i posedon. Prandaj mbështetja nga ana profesorëve, mbështetja nga ana institucioneve ka qenë shumë e madhe. Prandaj edhe ne patëm edhe më lehtë për me arrit me ligjin, me arsyetu si duhet edhe të njëjtën kohë tash në aspektin formal, ai aspekti juridik të kontrollohet prej anës Ministrisë Arsimit, por ajo ideja themelore të ngel nga ana jonë. Pikërisht, Berin, mund të na thuash sa keni pasur të them edhe për krahje në ndërtimin e personalitetit tënd, qoftë nga ana e familjes, qoftë nga ana e mësimdhënësit, ku keni arritur këtu ku jeni sot ju. E dim që keni qenë mjaft aktiv, thash edhe më herët me projekte të ndryshme, por edhe një herë ku keni të themi luftuar për të drejtat e nxënësve nëse ndonjëherë është bërë ndonjë padrejtësi, ku keni qenë gjithmonë edhe fjala kyçe, domethënë edhe për provimin shtetëror të maturës. Sa keni pasur? Tash, në gjatë jetës, ke njerëz që kanë me të mbështet, ke njerëz edhe që kanë me mundu me tull. I kumë përjetu të dyjat, si në shkollë fillore dhe si në shkollë të mesme, po është puna me cilën nisësh ti e shikëzushëm ato që e ki, edhe ta me gjesh të mirën në gjanat e këqia. Unë me ato jam marrë në përgjithësi, shkakës se nëse nalemi edhe mi pa veçanët negative, ku çdo herë ka me pas njerëz negativ edhe njerëz që s'ka me pëlqy ajo që jetë e voti, nuk është radhës të merren
shumë komentet negative parasysh, sa ato kanë me të stagnu edhe ty si person në zhvillimin tënd. Po janë çdo herë njerëzit pozitiv, cilët do të më përmbajnë, të tillë kum pas edhe prej familjes. Familjen e kum pas mbështetje primare dhe kryesore gjatë gjithë jetës. Në njëjtën kohë kum pas edhe profesor në shkollën fillore, kum pas edhe profesor në shkollën e mesme, po edhe në njëjtën kohë kum pas profesor që nuk më kanë ligjëru, kanë qenë prej shkollave tjera, që kanë mbajtur mbështetje dhe ju ka pëlqyer ajo që jam të e bëu dhe më kanë dhënë motiv me vazhdu më para. Po të njëjtën kohë mbështetja kryesore që i duhet një nxënësi është mbështetjen ta ketë edhe prej bashkëmoshatarëve të vet. Momentin që bashkëmoshatarët e vet janë gëzuar edhe janë të lumtur me ato se çka është të bëu përfaqësuesi i tyre, ajo është një motiv që s'muj me përshkryt bashkë me fjalë, cila çon ty përpara si nxënës për me mri, me bo sa ma shumë edhe për bashkëmoshatarët e tu, po të njëjtën kohë edhe duke pas aspektin tënd që fiton ato zhvillohesh edhe ma shumë si karakter. Çfarë këshille do ju jepje nxënësve të cilët tani më kanë filluar të themi janë gjimnazista, janë në shkollat e mesme, cila do të ishte këshilla e juaj si ishte nxënës të themi shkollës së mesme Zeflush Marku, por njëkohësisht keni qenë shumë aktiv, kryetari i unionit të nxënësve kështu me radhë. Cila do të ishte këshilla juaj për këta nxënës? Këshilla ime kishte qenë çdo herë balancimi i gjitha gjërave me të cilat merrem. Qoftë ajo aktivizmi, çdo herë primare do jetë mësimi edhe aktivitetet brenda në shkollë, po dikush është i orientuar jashtë shkollës merret me sport, dikush me aktivizëm, dikush me punë, secili me dëshirën edhe ato që e përmbush më shumë si person. Balancimi, mbajtja e balancit midis të gjitha gjërave të cilat na pëlqejnë, tjetë ajo gjejet mesatari është gjeja me cilën e kisha përmbyll me ato se cila është këshilla ime. Shkaki se gjetja mesatarës është mundesh ta jetojsh edhe jetën si i ri, shkaki se këto vite nuk do kthehem mbrapa, po edhe të njëjtën kohë t'jesh në gjendje të investosh në veti për anës shkollës, të investosh në veti me aktivitete jashtë shkollore, qoftë me sport, qoftë me aktivizëm, qoftë edhe me punë, duke e bo një verzion sa më të mirë të vetvetes, po edhe të njëjtën kohë të mos harru se je i ri edhe këto vite janë për mu jetu. Berin tani më e lam shkollën e mesme. Vazhdoj me studimet. Ku ka filluar? Ku studion Berini tani me? Në çfarë drejtimi është orientuar? Unë studime jam në Universitetin Amerikan në Bullgari, më saktësisht në qytetin e Blagoevgradit. Jam 3 degë fokusum, 2 janë me atë pseudonimin Double Major, që janë 2 degë primare, njëra është ekonomi, tjetra është marrëdhënie ndërkombëtare dhe shkenca politike, dhe është dega sekondare ose si e quajmë në universitet minor, të cilët janë studimet evropiane. Me këto jam orientu, besoj du të hyj në atë botën e ekonomikës politike, kështu që duke pas ekonominë si drejtim primar dhe marrëdhënie ndërkombëtare shkencat politike edhe me investim studime evropiane, orientohem më shumë ti në atë degë, duke qenë se ekonomia, matematika, këto lëndë kanë pëlqyer shumë shkollët mesme, po dhe të njëjtën kohë isha aktiv në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe shkencave politike në shtet dhe jashtë shtetit, kështu që ajo ishte ajo balanci që e gjeta mes këtyre dyjave edhe vendosa të vazhdoj me këtë edhe studim. Ke kërkuar mendime, ke kërkuar përkraje se çfarë don konkretisht, sa të kanë ndihmuar të themi, qoftë edhe profesorët, qoftë edhe nga ana e familjes, që të orienton, ndoshta ke qenë në dyshime se ku don të studiosh, çfarë don të studiosh dhe pse pikërisht ke zgjedhur këtë jashtë vendit të studiosh? Prej anës familjes, çdo herë ka qenë ajo mbështetja se cilën zgjedhje do e bësh ti, pas asaj do të qëndrojmë edhe pse familja çdo herë ka ato më të mirën për fëmijën e vet dhe më ato se çka ka më arrit fëmia më shumë. Sa i përket anës profesorëve ose anës edhe psikologëve me të cilët mundesh më konsultu për çka më arrit në karrierë. Në gjatë vitit të tretë organizova summitin e nxënësve të shkollave të mesme. Mbajtëm në sallën e madhe në Cineplex, ku kisha edhe prezent konsultues edhe këshillues për karrierë. Me ata njerëz kam ngel edhe në kontakt si shumë edhe bashkëmoshatarë të mi, ishte vitin e tretë, vitin e katërt e kishim edhe më shumë nevojën personalisht edhe unë. Edhe u konsultuam duke qenë me ato se cilat janë ato arritshmëritë tona, çka na përmbush më shumë ti edhe duke marrë këshilla prej anës tyre. Edhe unë me një farë mënyre ashtu edhe arrita deri te
zgjedhja e drejtimit tim, por përparësia në universitetin ku jam të studiu, që ajo edhe lidhet me pse jam duke studiu jashtë, është se vitin e parë dhe vitin e dytë e ke hapësirën me marrë lëndë të cilat lidhen me drejtimin tonë, po edhe të njëjtën kohë ke lëndë të edukimit të përgjithshëm, arsimit të përgjithshëm, general education, kështu që i ke 2 vite prapë para vetës, të merresh lëndë drejtimit tonë, ta shifsh atë përmbushin, po edhe të njëjtën kohë të marrësh lëndë prej drejtimeve tjera, edhe ta gjejsh veten kështu më në praktikë se çka është diçka që të përmbush më shumë ti. Kjo është sistemi i Amerikanëve liberal arts, e cili është një plus goxha i madh, i cili është i ndihmu shumë studentëve kohëve të fundit, me ato se deri në momentin e fundit e kemi mundësinë me bërë zgjedhjen, po edhe në praktikë me pa veten se çka na përmbush më shumë ti që atë deg me marrë edhe me përpunu si duhet 2 vitet e fundit, po duke vazhduar edhe në master, me mbri ato se për cilën edhe jemi nisë në fakultet. Para se të hymë në emision ti e ceke që je i vetmi shqiptar tani për momentin që studion aty pikërisht në fakultetin Amerikan në Bullgari. Çfarë do të thotë kjo për ty? Sa e ke të vështirë? Tash isha lidh me ato se në Universitetin Amerikan Bullgari, prej anës Maqedonisë shqiptar janë veçuar, por një përparësi tjetër është se shqiptarët Kosovës edhe shqiptarët Maqedonisë, shqiptarët Shqipërisë ka goxha shumë. Numri është goxha i rritur shkaku se edhe tek ata ekziston bursa shqiptare, e cila financohet prej një ish studenti të universitetit gjatë viteve të 90-ta, i cili u ka mundësu nxënësve shkollës mesme në Shqipëri dhe në Kosovë, të cilat janë duke korë sukses në shkollët mesme, të marrin bursë edhe ndihmë prej anës tij, edhe diçka prej bursë nëse munden me marrë prej universitetit që me pas të lehtësuar në studime. Në studimet. Mund të na thuani se cilët janë synimet e tua akademike për vitin e ardhshëm? Pika e parë është ka shumë klube të mira të cilat janë në universitet, duke nisë prej klubeve të biznesit, klubit Elevate, klubeve edhe të cilat merren me shkencat politike, si drejtimi imi, në zhvillim po edhe normal parlamenti studentor. Në atë aspekt du mu kyç sa ma shumë, shkaku se vetë se jam aktiv në nivelin evropian në Besus si përfaqësues i rinisë Maqedonisë. Kështu që me atë CV, me atë, si të them, prapa vite cilën e kam kriju deri tash, kisha dash të investoj edhe tek universiteti im, duke qit disa hapa ma përpara dhe parlamentit studentor, që është i Universitetit Amerikan, po edhe të njëjtën kohë duke i shfrytzuar shanset si për gjithë studentët ashtu edhe që më jepen mua prej anës universitetit, me qenë pjesë e klubeve të biznesit, po edhe programës Elevate, e cila i financon idejat e bizneseve për studentët e vetë, duke marrë grantet të ndryshme, pollat të ndryshme edhe shumë goxha të mëdha, për me mujtë me investu në idejen e tyre. Studentët e universitetit, dikun 20-25% të studentëve të cilët mbarojnë në universitetin janë që kanë kriju start-up ose kompani të vetën. Kështu që ajo lidhjet e cila bëhet me studentët me studentët, po edhe studentë që kanë kryu goxha vite më përpara me studime, janë goxha çdo herë pjesë e rrjetit të universitetit, kështu që sa i përket botës ekonomike dhe botës sidomos biznesit, është një përparësi goxha e madhe që i jepet aty, kështu që ajo është diçka që du me arrit gjatë vitit të ardhshëm akademik, po edhe të njëjtën kohë duke mbajt balancin përsëri me studimet të cilat i kam, me arrit me notat të larta dhe me mbajt notën mesatare njohur si GPA në universitetin tim, sa më të lartë se më të mbahet edhe bursa edhe ndihmat edhe gjitha gjëra tjera. Shpresojmë që ti arrish të gjitha këto ide që i ke, këto projektet e tua në të ardhmen dhe ne të dëshirojmë vetëm suksese. Sa të kanë ndihmuar Berin? Ju e ceke që jeni përfaqësues, keni qenë në nivelit republikan të rinisë, po gjithashtu edhe në nivelin evropian përfaqësues i rinisë. Mund të na bësh disa dallime, disa krahasime si janë studentët apo nxënësit e rinia në Evropë dhe në vendin tonë dhe çfarë ke përfituar nga ata aty? Përfitimi më i madh ka qenë se si merren shtetet pak shumë edhe më të zhvilluar në disa aspekte në nivelin evropian, se si janë zhvilluar dhe si merren edhe ballafaqohen, po edhe si zgjedhin problemet që i kemi po të ngjashme edhe në shtetin tonë.
Edhe në konsultime nxënësat prej atje, konsultime rinin qofshin si nxënës të shkollave të mesme, qofshin si studenta, mi kanë thënë ato përparësi se për këtë problem merremi kështu. Kështu që ai problem veç duhet pak mu zbukuru, se ndo njansat ndryshme të vogla mu ndryshu, që mu përdorë zgjidhje e njëjtë edhe në shtetin tonë. Kjo ka qenë një plus goxha i madh, cilin e kom shfrytzuar gjatë 2 viteve të fundit si kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme. Po dhe të njëjtën kohë një gjë që e bën njeriu është njerëzit që i njeh. Sa më shumë njerëz që njeh, sa më shumë eksperjenca të ndryshme që ndëgjon, edhe sa më shumë njerëz që kyçin rrethin tënd, aq edhe më i pasur do jesh në të ardhmen në vitet e tua. Kështu që ai plus njifesh me gjitha shtetet, në ta kesh një person mas pakti në çdo shtet në Evropë, është diçka për cilën jam goxha i lumtur, shkaku se si vizitat unë shtetet e tyre si ata në shtetin tim e kemi mbajt kontaktin. I kemi zhvillu idetë tona edhe bashkëpunimet si tash 6 muajt e fundit, ku bona edhe si co-founder i kompanisë Embrace, kompani e pijeve, pa gaz edhe pa aditive të ndryshme, duke qenë ma natyrale, edhe ajo ishte komplet prej asaj që nxënësit shokët me cilët jemi njoftu në nivel evropian prej anës OBS-ut e formum edhe atë kompani, edhe tash jemi në ato si të në fazat e para të kompanisë, por është goxha një plus i madh shkaki se na ofruan disa gjërat përbashkëta, të cilat i kishim, gjetëm edhe gjëra alamat përbashkëta edhe ja ku jemi sot. Sa ta kanë ndihmuar të themi edhe këto takimet në nivelin evropian që ti të vendosësh, ndoshta që të studiosh jashtë vendit? Duke i pas ligjet, ndoshta për krahjen që e kanë studentët, por edhe nxënësit. Është një gjë se jeta, aktivizmit edhe nxënësit të cilët janë ma aktiv janë shumë të përmbajtur në nivelin evropian, po ajo është më edhe sistematikisht e ndryshuar, shkaki se ka ligjet që ju rrinë mbas, kultura është pak më ndryshe, po ato ndryshime jam të i vërejt edhe shtetin tonë, ato ndryshime janë të ndodhë, kisha thënë 5 vitet e fundit, ma ato se ma shumë është bo normale, edhe ma e dëshirushme nxënësit jenë aktiv jashtë ambienteve shkollore, se ajo është eksperiencë për nxënësin është duke mbush CV-n e vetë dhe është tu marrë një farë praktike, nuk është duke i mbajt gjërat veç në teori, po është tu marrë edhe praktik, në jetë si gjatë shkollës mesme po edhe për në fakultet, shkaki se edhe shumica e vendeve të cilat janë duke punësu pe kërkojnë edhe pjesën praktike të nxënësve. Kështu që sidomos ato që orientohen degët ku jam orientu unë me politikë, studime evropiane, është po ajo e njëjta të cilën të ta kërkojnë të ardhmen besoj edhe prej anës kompanive, organizatave e të tjerëve të cilët dojnë me punësu dikan, shkaki se gjërat që i ke mësu në teori, je duke i nxjerrë edhe në praktik, edhe ajo në praktik gjithë herë do dinë edhe me dallu gjërat, se nuk shkon si punë formule, është punë edhe gjendshmërie, se momentet gjërat mundën me ndryshu edhe në moment, kështu që si do të gjendesh ti në çato momente. Dhe që ajo pjesë e praktikës është diçka që i përmbush nxënësit, po edhe të njëjtën kohë studentët, edhe duke i përgatitur edhe më shumë për tregun e punës cilët do duhen të kyçen mbas mbarimit të fakultetit. Ku e sheh veten Berini pas 5 vitesh ose pas të mbarimit të studimeve? Tash kur mbam balancin me mbajt ato me shumë vite përpara, nuk jam mundu me mbajt. Tash për tash e kam ato të kry fakultetin edhe të investoj sa më shumë vete sa i përket aspektit akademik. Në njëjtën kohë të jem edhe në praktik, duke u mbarë me organizatat trimve, me gjimnazistët drejt këtu mo. Po e ku mbyll këtë kapitull, ka ngel edhe disa muaj si përfaqësues i rinisë Maqedonisë në nivelin evropian. Për hapi kapitullin më oficialisht të merrem me jetën studentore dhe pas asaj, pas fakultetit, vazhdimeve në studime të mëtejshme si master, prej atëherë më do ta vendosë se çka është ajo që më pret në tregun e punës. Cila është të themi ëndra jote më e madhe profesionale? Çfarë ndron Berini në të ardhmen? Ëndra jeme profesionale të cilën kisha dashur ta arriti është të jem neutral, sa i përket si partive politike, si pikpamjeve edhe qëndrimeve të njerëzve, ta kem qëndrimin tim neutral, duke mujt t'ulem çdo tavolinë me gjithë njerëz,
që të ndëgjoj mendimin që e ka çdo person edhe çdo shtresë si në shtetin tonë, po edhe qoftë edhe nivel evropian ose botror. Neutraliteti më ka ndihmu goxha shumë gjatë viteve, kështu që çatë neutralitet kisha dashur çdo herë ta mbajt, jemi afërt me secilin, të bëjmë muhabet edhe bisedime me njerëz të ndryshëm, që ajo më ka plotësu ma shumë, kështu që si ëndër profesionale kishte qenë diçka nëse lidhet me botën e ekonomisë dhe politikës, duke qenë neutral dhe duke qenë sa më afër njerëzve prej të cilëve jetë edhe duke ardhur. Berim, për në fund, çfarë të motivon që ta ecësh para? Motivet më të mëdha të cilat më ndihmojnë me ecë përpara është motivi më i madh është familja, motivi më i madh është edhe shoqëria, kështu që këto dy motive i kisha nënvizu edhe i kisha lënë kështu me të shifën pak më shumë, shkaki se me këto dy mbështetje, dy grupe të mbështetjeve, më kanë ndihmuar goxha për me mbrit deri këtu ku jam sot, po e kisha thënë se ala nuk është mbri ajo që mundet më mbri. Eksperiencat bukura kum pas gjatë këtyre viteve të fundit, e kisha dëshiruar çdo bashkëpunëtari, po edhe nxënësit i cili është duke filluar shkollën e mesme t'i kalon. Janë goxha të mira për karakterin e tij edhe për zhvillimin e tij profesional, kështu që për sa kohë ngel mbështetja prej familjes, mbështetja prej shoqërisë, besoj se do mundem të arriti edhe ala më shumë. Berin, ne të dëshirojmë vetëm suksese në të ardhmen dhe faleminderit gjatë gjithë kësaj kohe që ke qenë edhe të themi bashkëpunëtor i joni me gazetarët, ku gjithmonë nuk na ke refuzuar qoftë për deklarata, edhe pse ndonjëherë të rinë din të ngurojnë, mos të japin, kemi frikë nga gabera, por ti gjithmonë ke qenë i hapur me ne dhe për çdo problematik ke biseduar, ke kërkuar ndihmë qoftë nga mediume, qoftë edhe nga njerëzit të tjerë të cilët je drejtuar. Të faleminderit edhe një herë Berin shumë gjatë gjithë kësaj kohe dhe që ishe sot me ne në studio. Faleminderit shumë Rejhan, ju faleminderit edhe gazetarëve në përgjithësi për ndihmën edhe hapësirën që ne kanë dhënë neve si rini, shkaku se për idejat tona dhe ato qëllime që kemi dashur me arrit, mbështetja ju ka qenë kryesore, ndëgjohet nivel republikan po edhe nivel botror. Që faleminderit edhe prej anës juaj. Faleminderit edhe një herë Berin, atëherë shikues të nderuar, shkojmë një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit. Qëndroni me ne.